Kosova është rreshtuar krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas sulmeve të ushtrisë amerikane ndaj 3 objekteve bërthamore në Iran. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u është bashkuar liderëve botëror në reagimet pas këtyre zhvillimeve. Ai ka shkruar në Facebook se siguria ndërkombëtare ka nevojë për më pak armatim nuklear e më pak bomba bërthamore që rrezikojnë gjithë njerëzimin. Posaçërisht kur shtete autoritare zhvillojnë programe për pajisje me armatim nuklear, kjo çështje bëhet urgjente dhe alarmuese. Republika e Kosovës përkrah qëndrimin e SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian rreth programit të Iranit për të pajisur me armë nukleare. SBA-t janë aleati ynë kryesor, partneri pazëvendësueshëm dhe miku special. Republika e Kosovës është e përcaktuar fuqishëm në mbrojtje të vlerave demokratike dhe euroatlantike. SBA-t janë superfuqia demokratike që duhen mbështetur. Tash një javë Izraeli e Irani po shkëmbejnë sulme ajrore me njëri tjetrin. E njohur si çështjeve të sigurisë, Fadel Kajtazi pret që përfshirja e SBA-s do të jap fund këtij konflikti. Që Irani të ketë në posedim armatim nuklear. Kjo ka qenë qëllimi, nuk kanë mjaftuar vetëm intervenimet e Izraelit për arsye se objektet kanë qenë të ndërtuara në atë mënyrë që ju kanë përballu armatimit të cilin e ka pas në disponim Izraeli. Ajo që është më rëndësi është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshi në një konflikt i cili do të jep fund kësaj lufte. Sipas tij, Irani do të detyrohet ta ndërpres programin bërthamor. Tani besoj që do të lajmërohen ndërmjetësuesit. Tash do jetë Turqia apo ndonjë vend tjetër, do të shohim vazhdim. Do të lajmërohen ndërmjetësuesit. Besoj që në javët e ardhshme do të kemi një marrëveshje ku Irani tani do të detyrohet të ndërpres përfundimisht programet e tij bërthamore. Izraeli një javë më parë ka sulmuar bazat ushtarake dhe bërthamore të Iranit duke pretenduar se avancimi i programit të saj bërthamor kërcënon ekzistencën e shtetit izraelit, ndërkohë Irani u hakmor duke lëshuar vazhdimisht raketa në drejtim të territorit të Izraelit.